manifestuar kështu për të trene? Jo, kam manifestuar vetën time, absolutisht, për të tre asnjëherë. Nuk e doja që ndodhesha në këtë situatë, realisht ka qenë situatë që nuk është as pak e shumë komodi me Krisin sepse ai të bënte ndiheshe si me veten, se që të jepte shumë qetësi. Më jepte shumë qetësi dhe më kuptonte dhe më jepte këshilla etj. Për Bigun, e dinte, ja thash që dëgjon jam në Big. Unë më kishte që ishte case. Atë pra, pikërisht sepse dhe mua më erdhi bëm, mua më kishte ardhur ftesa përpara. Unë i them Krisi dëgjoj se unë do hyj në Big, dhe më thotë mua shoqyr se ishte gjë. Dhe natën e Prime-it ne shohme në case dhe i them unë ai e kishte parë, se domethënë duke qenë se edhe po pritesh që tyja unë, si thua po e shifnim Bigun, Prime-it. Jo, me telefon, dhe unë i them që e pe kush ka hyrë, e pash apo nuk dosha vetë ngacmu. Kupton? Edhe më thotë mua çfarë do bësh tani? I thash do të japim përgjigjet e nesërmen. Kjo ka qenë, sepse unë atë ditë, domethënë isha kështu, a duhet ty, as duhet ty, po realisht e mendova. Pse mendove për shembull që s'do ty? Për këtë situatë që ndodhem sot. Unë nuk isha akoma. Jo, po e vështirë ishte edhe fakti që isha vetëm atë. Se nuk është që filluan sulme vetëm se erdhe ti, tash është ngret kështu në ajër, po sulme kishte edhe ditën e parë që erdha. Nuk e di sa e ke parë. Edhe pati ngacmimet, ishte shi kërciti fort. Do ta kthej përgjigjen, pastaj thash. Nuk besonin, ju duke i fake, ajo merdhën e juaj çfarë? Por edhe mua më duke i fake, unë jam thënë dhe kesit, pse s'më ke kërkuar 2 muaj jashtë? Pse s'e kërkova? Po si mund ta kërkoja unë gjithë fjalët që më thau Ina, jeni normal ose normal? Ti nuk e kërkuar kur një mashkull që ka dashur? E kam kërkuar, mjaftueshëm unë atë. Mjaftueshëm aty. Po, aty jashtë, unë Kesin e kam marrë në telefon dhe i kam thënë ai serohemi një ditë, kur kemi qenë akoma ato ditët maj, pra pa plasur, pa kërcitur fare. Kam përshtypje kanë qenë ditët para se ti këtë nga përballën. Para se ti këtë ai po. E kam marrë në telefon dhe i kam thënë si ka mundësi që ti gjatë këtyre ditëve nuk më ke pyetur as si je. Çfarë do gjej ty më tha mua shumë mirë. Më ka dhënë ca përgjigje të cilat mua patjetër më çuan të mos ta kërkoja. S'ka çfarë gjeta se ti e gose, ma tha pastaj e justifikoi dhe tha ti e gose fort. Është seriozisht thua këtë gjë, i thashun që si jam unë, po dhe ti e gose fort, nuk është gjë. Ka dhënë atë përgjigje se ju keni kaluar 1000 zënka, çfarë prisni të thoshte ai? Nëse diskutime, po. Mendon se? Ç'di, mendon me ardhin tuaj case